Këtu jemi para një objekti i cili deri para disa viteve ka shërbyer si zhveshtore e lojtarëve të klubit Dogaxhini dhe po ashtu zyre e këtij klubi. Po sot ky objekt është kthyer në një rrezik të madh për të rinjt të cilët hyjnë këtu për arsye të ndryshme. Sipas banorëve të zonës, ky objekt shfrytëzohet nga të rinjt qoftë për të pirë dohan apo për të konsumuar substanca narkotike. Ja ta shikojmë gjendjen e këtij objekti. Objekti që dikush shërbente si zhveshtore dhe zyre e klubit të futbollit Dogaxhini sot ndodhi në një gjendje tërësisht e rënuar dhe paraqet rrezik serioz për jetën e të rinjve që hynë brenda tij. Si shihet nga pamjet, muret e këtij objekti janë të dëmtuara nga poshtë dhe mjafton një prekje thjesht për të shkaktuar shemin e plotë të ndërtesës. Edhe tavani është në një gjendje kritike, duke rrezikuar të bjerë në çdo moment. Ky objekt ndodhet fare pranë stadiumit të Dogaxhinit dhe parkut kryesor të qytetit. Sipas banorëve të lagjës, objekti vazhdon të frekuentohet nga të rinjt, të cilët e shfrytëzojnë këtë objekt për të pirë dohan apo për të konsumuar substanca narkotike. Nëse nuk merren masa të menjashme nga komuna apo institucionet përkatëse për ta shembur apo për ta siguruar këtë ndërtesë, ekziston rreziku real që të përsëritet një tragjedi e ngjashme me rastin e ndodhur një ablanic të Gjakovës në shkurt të këtij viti, ku humben jetën 3 të rinj.